Filmi shqiptar Falli 2 është pritur me një entuziazëm të jashtëzakonshëm nga publiku fierak, duke mbushur sallën e teatrit Bylis që në natën e parë të shfaqjes. Shfaqja e parë e filmit ka rezultuar tërësisht sold out. Në mbrëmjen e parë kanë qenë të pranishëm edhe aktorët Behar Meraj dhe Mariana Kondi, si dhe producenti i filmit Marius Dervishi, të cilët janë pritur me shumë duar trokitje nga publiku fierak, teksa nuk kanë fshehur emocionet dhe vlerësimet për mikpritjen e publikut në sallën e teatrit Bylis. Shiko, është një kënaqësi dhe një dëshirë pa parë që ne vim në qytetin e Fierit. Qytetarët e Fierit jetë e mod kanë dashur shumë artin, sepse Plumkulla, mjeshtri i madh, bëri pothuajse pjesën më të madhe të artistëve titullar me punën dhe me zgjuarsinë, me kulturën e tij. Kështu që ardhja në Fier gjithmonë neve na krijon një lloj përgjegjësie. Po filmi tashmë ka mbaruar, po jam e sigurt që do të përgjehet sepse është në guston e qytetit Fierit. Jemi shumë të kënaqur nga mikpritja që na rezervohet nga qytetarët e Fierit. I falenderoj me zemër edhe ne. Do të shikojmë, do të thënë që publiku vërtet do të jetë i kënaqur me punën që kemi realizuar. Unë jam artist i ri, hera parë që sjell një film timi në Fier, kënaqësi e madhe, aq më tepër kënaqësia më e madhe e të ardhurit në këtë qytet është biletat që janë sold out 2 ditë para shfaqjes. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës popullit të Fierit dhe do mundohem shumë që në çdo projekt që do sjell në Fier, kurrë mos zgjonjë publikun tim dashur. Falli 2 po konfirmohet si një nga filmat shqiptar më të ndjekur të momentit, fal humorit, emocioneve dhe një kasti të njohur aktorësh, duke mbushur sallat kudo ku shfaqet. Vetëm 2 javë nga dalja në kinema, Falli 2 ka shënuar një rekord shitjesh biletash në të gjitha kinemat shqiptare dhe cilësohet si një film që ka përmbushur misionin e tij me publikun.